Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë të premten se të gjithë po përgatiten për luftë dhe se Kosova po përpiqet ta përdorë këtë kohë para luftës për t'i bindur shumicën e shteteve europiane dhe të vendeve të NATO-s, si t'ja mbajnë në anën Prishtinës. Vučić i bëri këto komente pasi u pyet nga një gazetë për thirrjen e presidentes së Kosovës Vjosa Osmani që Europa t'i parandalojë taktikat agresive dhe destabilizuese të Serbisë ndaj fëmijëve të saj. Duke folur për samitin e Komunitetit Politik Evropian në Kopenhagen, Vučić tha se bota do të bëjë gjithnjë më vështirë dhe ai mendon se po shkojmë drejt një konflikti të madh. E dim tashmë se do të ketë luftë, dhe do të ketë, po ju a them unë sepse e shoh çfarë po ndodh dhe si po përgatiten të gjithë. Askush nuk po përgatitet për bisedime, ata thjesht po shikojnë se kush do të jetë në anën e kujt, ata po gërmojnë llogaret e tyre dhe po e presin fillimin, tha Vučić. Më tej, ai tha se nuk dha asnjë provë për t'i mbështetur pretendimet e tij se do të ketë luftë. Ai shtoi se Serbia do të bëjë çmos për të mos marrë pjesë në atë luftë. Në fillim të samitit të Komunitetit Politik Evropian në Danimark të njëjtën, presidenti i Kosovës Osmani tha për gazetarët se Rusia paraqit kërcënim për Europën, ndërkaq Serbia për rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke akuzuar Beogradin se i kopjon veprimet e Moskës. Osmani bëri thirrje Bashkimit Evropian që të mos e shpërblejë Serbinë. Ajo tha se nëse nuk ka ndikim perëndimor në Ballkan, forcat malimje të trekëndshit të Ligësisë, pra Rusia, Kina dhe Irani, gjithmonë vijnë aty jo për bamirësi, por për interesa dashakeqëse strategjike. Prandaj është e rëndësishme që zgjerimi të shtyhet përpara dhe Ballkani Perëndimor, ato shtete të rajonit që i plotësojnë kriteret dhe punojnë me vlerat e BE-s duhet të merren parasysh që të lëvizin përpara, tha ajo. Ndërkohë, gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara javën e kaluar, Osmani tha se Beogradi paraqit kërcënim të vazhdueshëm për Prishtinën. E pyetur në një intervistë për Fox News nëse Kosova dhe Serbia ishin mbuz një konflikti në qershor, Osmani tha se fqinjët verior të Kosovës i pëlqen të shkaktojë problematika her pas here. Ajo theksoi se administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka bërë punë të mirë në parandalimin e përshkallëzimit të situatës mes Kosovës dhe Serbisë. Muajt e fundit, presidenti Trump disa herë ka deklaruar se ka parandaluar një përshkallëzim mes Kosovës dhe Serbisë.